Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov deklaroi se për momentin nuk ka diskutime për një takim mes presidentit rus Vladimir Putin dhe presidentit amerikan Donald Trump para fundit të vitit dhe se biseda e tyre duhet të jetë produktive. Takimi duhet të përgatitet dhe duhet të jetë produktiv. Që të jetë produktiv duhet të bëhet punë në nivel ekspertësh, e cila është duke u zhvilluar aktualisht. Kjo është diplomacia, tha Peskov për mediat ruse. A i theksoj se Rusia ende nuk e di se si do të përfundoj negociatat mes Shteteve të Bashkuara dhe Ukrainës në Florida. Sa po ta zbulojmë, do t'jetë e qartë se si do të vazhdojmë dhe në cilin drejtim, theksoj Peskov. Kur u pyet nëse bisedimet mes udhëheqësve europian dhe presidentit Ukrainas Zelenski, si dhe vërejtjet e Trumpit, se nuk është i kënaqur me Zelenskin, nënkuptojnë se zgjidhja e konfliktit Ukrainas do të vonohet për shkak të Kievit. Peskov tha se puna për zgjidhjen e konfliktit është jashtëzakonisht komplekse dhe duhet të zhvillohet pas dyreve të mbyllura. 3 ditë bisedimesh mes zyrtarëve amerikan dhe Ukrainas përfunduan në Florida të shtunën, pas negociatave i dërguari special i presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, Steve Witkoff dhe biznesmeni Jared Kushner zhvilluan një bisedë telefonike me Zelenskin. Sipas portalit amerikan Axios, Shtetet e Bashkuara po përpiqen të gjejnë një qasje të re për zgjidhjen e çështjeve territoriale në bisedimet me palën ukrainase.